dhe demokracia e Kosovës e ndërtuar me shumë mund nga të gjithë qytetarët, nga të gjithë ne, të cënohet nga një grup politik. Me këtë rast, i kërkojmë sërish reflektim vetëvendosjes, nuk lejojmë që rendi kushtetues dhe demokracia e Kosovës e ndërtuar me shumë mund nga të gjithë qytetarët, nga të gjithë ne, të cënohet nga një grup politik të cilët janë të papërgjegjshëm, të cilët nuk respektojnë as aspektin elementar të kushtetutës Kosovës dhe madje së fundmi as këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Me këtë shprehim indinjatën tonë të thellë, shqetësimin tonë të thellë se në çfarë situate ka ardhur kuvendi, institucioni më i lartë legjislativ i Kosovës. Por kjo përgjegjësia e sqaron përgjegjësinë e partisë politike që e ka fituar një shumicë relative e që nuk është shumica e nevojshme për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit. Me këtë rast, i kërkojmë sërish reflektim vetëvendosjes që të procedoj me rendin e aprovuar në kryesinë e kuvendit dhe rendin e konstituimit të kuvendit Kosovës, e cila dallon për nga forma edhe nga seancat e tjera. Ne si parti politike do të sillemi ashtu siç sillen partitë të cilat e dëshirojnë një vend demokratik me rend kushtetues të qartë dhe duke i respektuar në përpikëri rekomandimet dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, e cila është i vetmi institucion i cili ka të drejtë të interpretimit të gjykatës. Secili institucion, në këtë rast edhe presidenca, ka përgjegjësitë e veta për të gjetur dhe për të marrë veprime politike që do t'i kontribuanin për mbushjes së rekomandimeve që ka dhënë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, por përtej kësaj, përtej interpretimeve ligjore, ne jemi subjekte politike, por edhe ajo është pozicion i cili duhet të marrë rol në sigurimin e funksionalitetit të shtetit tonë. Andaj i bëjmë thirrje nga këtu që edhe ajo të merr hapat e nevojshme që të kontribojë dhe të ndihmojë madje partisë së parë që ta shetë të nevojshme gjetjen e konsensusit dhe gjetjen e kompromiseve të nevojshme për ta lejuar mbajtjen ligjore dhe kushtetuese të seancave për konstituimin e kuvendit.